Kur Jeffrey Epstein u arrestua në vitin 2019, bota mësoi për një rrjet të sofistikuar trafikimi seksual, që kishte abuzuar me qindra vajza të reja për më shumë se 2 dekada. Mediat perëndimore u fokusuan te ishulli privat në Karaibe, fluturimet me miliarder dhe princer, dhe marrëveshjet e dyshimta gjyqësore që i kishte dhënë atij një dënim të butë në Florida. Por sipas ish-përkthyeses dhe analistës së FBI-s, Sibel Edmonds, e gjithë kjo narrativë është vetëm maja e icebergut. Në një rrëfim tronditës, Edmonds zbulon se operacionet më të errta dhe më të rënda të rrjetit Epstein nuk ndodhen në Florida apo New York, ato ndodhen në Ballkanin Perëndimor, midis viteve 1998 dhe 2003, në kaosin e pas luftës së Kosovës. Dhe në qendër të këtij operacioni, sipas Edmonds, është një lidhje shqiptaro-izraelite që deri më sot është mbajtur e fshehur nga mediat kryesore dhe dokumentet e deklasifikuara. Nëse doni të kuptoni të vërtetën për Epstein, nuk duhet të shkoni në Florida, duhet të kërkoni në Ballkan, thot Edmonds në analizën e saj të detajuar. Ajo i referohet asaj që e quan periudha e errët e biografisë së Jeffrey Epstein, vitet 98 deri në vitin 2003. Ndërsa biografitë zyrtare të diplomatëve dhe zyrtarëve të lartë ndërkombëtar shpesh i kalojnë shpejt këto vite, Edmonds argumenton se pikërisht atëherë u ndërtua themeli i një operacioni masiv të trafikimit dhe shantazhit seksual. Çfarë ndodhi në Ballkan gjatë kësaj periudhe? Pas ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, rajoni u përmbyt me persona ndërkombëtar, paqëruajtës të OKB-s, kontraktor privat ushtarak, diplomatë dhe punonjës të OIQ-ve. Në këtë kaos, sundimi i ligjit ishte pothuajse inekzistent, dhe pikërisht aty, sipas Edmonds, paqëruajtësit dhe diplomatët që supozohej të garantonin sigurinë u bën pjesë e problemit. Epstein dhe bashkëpunëtorët e tij, shpjegon ajo, përdorën këtë vakum pushteti për të krijuar një rrjet furnizimi me fëmijë dhe gra të reja, të cilat më pas trafikoheshin drejt lindjes së mesme, veçanërisht Dubai, Izrael dhe Perëndim. Pse Shqipëria dhe Kosova? Në qendër të këtij rrëfimi qëndron ajo që Edmonds e quajti lidhja shqiptare. Sipas saj, Shqipëria dhe Kosova nuk ishin thjesht vende të rastit në hartën e Epstein, por epiqendra e një operacioni të gjerë që përfshinte rrjetet e krimit të organizuar lokal. Mafia shqiptare, tashmë e njohur për rrjetet e saj të trafikimit në Evropë, u bë partneri ideal për logjistikën në terren. Mungesën e kontrollit institucional, në mungesë të një shteti funksional dhe një sistemi gjyqësor të pavarur, trafikimi lulëzoi pa u ndëshkuar. Pozicionin gjeostrategjik, Shqipëria dhe Kosova shërbyen si pikë tranziti ideale midis Evropës lindore, perëndimore dhe lindjes së mesme. Ky nuk ishte thjesht një operacion kriminal i zakonshëm, thekson Edmonds. Ishte një operacion i sofistikuar që përfshinte agjenci inteligjente, diplomatë të lartë dhe kontraktor ushtarak, dhe në qendër të tij ishte bashkëpunimi midis rrjetit Epstein, inteligjencës izraelite dhe investitorëve nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Roli i Dubait dhe Izraelit. Edmonds pretendon se lindja e mesme ishte destinacioni kryesor i viktimave të trafikuara nga Ballkani. Dubai në veçanti përmendet si nyje kyçe ku vajzat e reja dhe fëmijët dërgoheshin për të shërbyer në rrjetet e prostitucionit të elitës dhe për qëllime shantazhi ndaj diplomatëve. Investitorë nga Dubai dhe Izraeli nuk ishin thjesht spektatorë, thot ajo. Ata ishin bashkëpunëtorë aktiv që financonin dhe mbështesnin këtë rrjet, duke krijuar një sistem të integruar trafiku që shtrihej nga fshatrat e Kosovës deri te dhomat e luksit në Dubai. Vijon në artikullin e radhës.